Teleshikues të nderuar, dalga dalu afrome dhe në pjesën e fundit të emisionit tonë Një kafe me mamën. Po që nuk patëm ne këtu muzik, emisioni jonë nuk ka lezet. Pra, vetëm për disponimin tuaj, shkojmë me një pikë muzikore dhe pastaj vazhdojmë me bisedën me Teuta Façi. Oh, more bülbül
ti polin, taj gajri se ki. Zotën gjitha to dy zemra, me reqojën shpi. O zotën gjitha to dy zemra, me reqojën shpi. Pra të shkus të ndëruar ndëgjuam një potpuri masi nga ana jonë, të Varshe nga Teuta Thaçi. Teuta Thaçi, mirë se erdhe një kafe me mamën. Mirë si o gjeta. Të lumë goja një herë se na knaqe, veçanti mu më knaqe me këtë potpurin 7-8. Faleminderit. E përzgjodhe këtë vetëm se je këtu me Big Mamën, apo? Po, masi jemi në pjesën e Maqedonisë, tash pak ju kushtohna edhe anës juj. Mirja ke bo, veçanti mu më knaqe dhe kamerman po këteshin derisa po gjirojshin. Teuta, nga je? Unë vinë nga fshati Mirush, Jeton? jetoj në Prishtinë, Sa ko meresh me muzikë? me muzikë mirë na qysh e vogël, Si krejt? qysh në shkollën fillore, na për festivalet të fëmijëve. Me këngën e prop ka marrë pjesë pranëbërimi dorë për dorë për herë të parë me një festival në fshatin, me të fshat, si qytet e vogël, Kiev, me siguri e dini ku është. Aty për herë të parë, tani avash avash. Vazhdove. Kështu ty. Je këngëtare e cila këndon më së shumti live. Po, në Zvicër ma shumë, për dasma. Ke këndu dhe në Tetov, në për Zvicër, në për Po. mbrëmje, në për ahengjet ndryshme. Po, Teuta, më thuj se a përfitohet nga muzika që bën ti? po në live, për dasma përfitohet, pse jo? Po në për mbrëmje? Edhe në përmbramje, nëse shkon edhe punon taman me një sinceritet, është ai fitimi shumë normal, si gjithë këngëtar. Po Teuta sa shpenzon para? Për aty nuk di çfarë me të thonë se Dëshmani parës. në vërtet dëshmani parës, për në Kosovë me thonë që nuk me të buk kur pare. Në Zvicër po më ka bereqet, atje të voj, nuk e di pse. A në Kosovë nuk e di, shkoj na përdur, s'dija A zve. mendon se ndoshta në Zvicër je punë, shpi edhe s'ke ku ti shpenzojsh? Edhe këtu nuk jam atë që dal. Pa. Ka shumë ditë ka edhe pse jam vendlindje, temën nuk dal. Po është problemi si nuk e di. Nuk e di dalnit pa marrë parasysh të shkojnë. Atje edhe pse dalin ka herë jo aq si këtu. Pa, këtu ma shpesh. Këtu shkojnë paret. Nuk e di, në vërtet. Atje me dalë si në Kosovë, aty shkun... Jo, atje dalmi na nuk që nuk dalmi. Pa. Me kolegët ndryshme, me këngëtarë shumë të stradës që kam punu me to, si që Afrodita Elshani, Valbona Gjezën, që i kam shumë shoqet ngushta, Parje Zogën, shumë tjera. I përshëndesim gjithë shoqet e tua. Edhe unë i përshëndes nga zemra. Dalmi, po unë të thëmë vërtetën atje më ka parja ma bereqet, nuk e di pse. Sa jemi të shoqet të më thuj sa keni xhelozi mes vete, me koleget apo shoqet? Me ta thënë drejten, nuk di të xhelozoj. Thoj një fjallë popullore që s'din xhelozon e s'kaj nata i është budal. Po, nuk di Sa kishtë të thona budalja? Nuk di të xhelozoj. Unë jam krenare, ku e kam një shoqe të mirë dhe që kënon mirë, edhe ka një paraqitjen s'kjen shumë të mirë, se mësoj diçka nga aja. Marë diçka një veti të mirë. Po, tash se cilët ja ka jopë Zoti atë dhënësinë e vetë, tash sa na ka jopë Zoti ma tepër të vetës ndalmi. Se së dhe i thysh me napakën në vetë. Po, se cili ka të rrymen e vetë, dikush në repe, dikush hip-hope, dikush zbavitse. Unë jam ka populloria, folklorin, ma e kam ato, jam edhe lindur aty. Pa. Atë pikrisht desha unë t'i kom pa edhe disa videoklipet e tua, ku nuk i ke bash muzikë popullore. Po, është kënga fundit me Lokon i cili përshëndes shumë. Me të që e kam bën verën e kalume, kemi mënu me bë diçka pak e kosin popullor s'ki shkon në repremi. Komercial si janë aktual ky zhanri kove të është edhe kënga e Tekiles, aja është më këngë për rini, kuptohet. Oke, cënë këngë ke dëshirë që ta ndjekin videoklipin tonë të lishkusit tonë? Cëllën do një ju t'ju pëlqen juve. Me Lokën? S'pa tjetër. Atër ndjekim të lishkus të ndëruar videoklipin e Teutës me Lokën, edhe rikëtejmë sërish në studio.
Shpresoj që ju pëlqeu videoklipi Teutës. Teuta, po pse në për videoklipe shfaqesh ma me muzikë ma moderne, themi pak, ose ma komerciale, ndërsa ti shpesh këndon këngë popullore? Unë thash jam nga rryma popullore. Po, i ke po përqef të ndin? Po i kam ba pak për rini, kam edhe këngë për florë edhe një tube, që kam duete me një kolege. A ishe Bajramin që kemi marrë pjesë edhe në RTK, televizion në RTK-s të Kosovës, po ka herë duhet me ba diçka dhe për rini, me knaq rinien. Jam mëndu në krejt pjesë ka pak, si për matmoshon, si për rini, me shkun tana pjesë ka pak, një prej ka pak. Po më thuj, familja? Jeta familjare i këtë? Familja, mirë. Ke prindet? Kam vetëm nanën, kam vllazni, kam motra. Sa të mbështetin ato në këtë punë? Po, sa kanë mundësi, më japin për krahje, po ma shumë i kam arrit me forcat e mia. Me forcat e mia. Po nej burr, nej frerë. Ja. Single? Single, deri kur single? Me të mder baba, single të thonë. Te sa ka shkru Zoti o Bigi. A s'ke nej simpatia, po nej dashni? Po, simpatia ndoshta thojza. Ka shumë njërë simpatia, po sa da orë një kohë vështirë, do të në shiku shumë. Do të në lidhje konkrete nuk e? Jo, për moment, jo. Qa me ndonë më të tjetë vazhdosh? Ke ndë një bashkëpunim, ndë një këngë të realizosh, apo ndë një CD live? Në vërtet, si vjetë nuk i kam pas do puna ashtu, nuk kam mojtë angazhona shumë nga projektet, po për fond vitin, për festat, më ndoj me ba diqka. Oshtë një do tjetë surpriz, oshtë në mendim një bashkëpunim, po edhe ndoshta nuk realizotaj do tjetë edhe dikush tjetër. Ako më nuk di. Më thuj, kush të pëlqen prej estradës tonë shqiptare më të shumë? Bigi, me ta thënë drejten, ka shumë. Shumë këngëtare që në të vërtet janë shumë talentuar, janë shumë të mirë. Nuk e di se unë ta veçoj asnjë. S'ke dikush që të pëlqen më të shumë ti? Po si të thëmë, ka shumë të është mirë. Se shumë kam shumë shoqe, shumë shoqa ma e di dhe ku shumë pëlqen, më du të thëmë, posa sa që jeni në mënyrë. Po nëse hin nga muzika popullore, nga muzika, nga baladet, kisha me vequ një miken tem shumë, që e respektoj Shqipa e bazin edhe ndëroj shumë me përshëndes shumë. Aja ka një zonë në koment, o një grue në të vërtet, pa asë një vretje e ndershme, din me të respektu si shoqe, din me të respektu si mike. Ti ma shumë pëlqen si personalitet, si karakter? Jo, dhe si këngëtare e pëlqej shumë. Hajde si thënë, kur e do një person, si personalitet, edhe këngën më të keq që ta këndon, vetë që është një rry i mirë, e reflekton edhe këngën e mirë. Jo, e maj men shumë, jem ka shumë e re, ku i kam dëgju këngët e Sajna, ku i ka qitë për para. Po në vërtetën ka pëlqy zoni Sajna shumë, gjithërë. Ka një zatambel, e ka një amelsin veçan. Ashtu duket mu. Po afrohemi sezonit veror, po na nxefet koha, qa plani ke për verën? Ku je? Jam ma shumë e fokusunën nga Tetova me dasma. Bën Tetovë, ku dhe jesh tjetër? Në Tetovë ka dasma. Gjithashtu edhe... Në Gostivar. Edhe në Preshev. Në Preshev. Kosova të këtu. Mirë, ka, nuk do të thamë së kur shumë kushi që s'pici ku me emna që të unë i kam 30, unë i kam 40, unë i kam 60, se me nisë mi pas, unë e 30, aja qetra 30, aja qetra 50, 60, atë 1 milion vetë nuk martohen për një verë, por mirë ka, nuk u keq. Prapë martohen, kundre si popull martohen. Nuk është keq Bigi, po, edhe me thanë si, oho, shaka mune nuk ka kërkush, jo, po mirë është. Bere qatë besën, elhamdulillah prej Zotit. Atë që janë të mira. Të mira. Po për pushime ke vendosë se ku dhe i kesh? Jo. Për pushime jo, heret. Heret. Heret, ne ta kryna sezonën shtator ne i me pushime. Se pushimet e tona të edin, ma kur na vinë. Teuta, unë do të falimderoj shumë që ishe pjesë emisionit Një Kafe me Mamën. Do të kisha lu që të mbyllim emisionin edhe me një blog tjetër
muzikor, je gatshme të na këndosh edhe para asaj Patjetër. këtë do të përshëndesish e falenderoj. Edhe unë ju falenderoj juve shumë nga zemra që më keni bërë ftesë. Ju përgëzoj për emisionin, jeni të mrekullueshme. Ju përshëndes gjithë kush më një dhe kush i një dhe gjithë adhurust, se ata janë që më shtin tecit përpara, normal. Faleminderit edhe ty e dashur që ishe pjesë e emisionit Një kafe me mamën. Unë do të la që të shkosh ti të këndosh prapë një potpuri tjetër, ndërsa unë këtu do të mbyll emisionin. Teleshikues të nderuar, kjo ishte e tëra që përgatitëm sot për ju, shpresoj se kalu çaste të këndshme bashkë me ne. Unë këtu do të falenderoj Armend Ramadanin si çdo javë pa ashtu shtëpinë e modës Hera, të cilët kujdesen për paraqitjen time në ekran që duken sa më bukur para jush. Ju mbetuni me ne me televizionin 21 dhe shihemi të diellën tjetër të njëjtin orar. Mirupafshim.
shqipe Veqe, dorë për dorë Me surë të pona Darë se madhe pojna O qika t'ignoj me tep Gas mja ka shire Me surë të pona Darë se madhe pojna O qika t'ignoj me tep Gas mja ka shire Darë se madhe pojna O qika t'ginoj me tep Gas mja ka shire Me surë t'u pona Darë se madhe pojna O qika t'ginoj me tep Gas mja ka shire